Zëvendës kryeministri i parë Bekim Sali tha se ligji për provimin e jurisprudencës që është aktiv që nga muaji janar i vitit 2020 ka defekt pasi nuk e precizon se në cilën gjuhë duhet të jepet provimi. Sali tha se mbështesin kërkesën e studentëve shqiptar të juridikut që provimi të mund të realizohet edhe në gjuhën shqipe. Kështu ligji për provimin e jurisprudencës është miratuar në vitin 2019 dhe ka efikasitetin apo është aktiv prej 1 janar 2020. Që nga ajo kohë deri më tani provimi është dhënë në mënyrë si ka jetë, ashtu siç ka vlerësuar vetë Ministria e Drejtësisë. Ka një defekt në ligjin, i cili nuk ka precizuar gjuhën në të cilën duhet të jepet provimi i jurisprudencës dhe këtë defekt do të mundohemi ne tash ta përmirësojmë apo ta precizojmë, për arsye se siç duket Ministria e Drejtësisë nuk është e gatshme ta respekton kushtetutën e vendit, e cila nuk kupton gjithçka që është mbi 20% e popullsisë në vendin tonë duhet të respektohet gjuha anëtare që nuk kupton gjuha shqipe duhet të jetë zyrtare dhe është e drejtë çdo juristi apo të diplomuarit të provimin e jurisprudencës të jepë në gjuhën anëtare të tij, në gjuhën shqipe. Këtu do ta përsëris edhe një herë qëndrimin e Vlenit se jemi pro kësaj kërkese dhe përkraja jonë do të jetë maksimale ndaj studentëve që ata të fillojnë të japin provimin në gjuhën shqipe.